Kurban Bajrami, i njohur ndryshe si festa e flijimit, është një nga festat më të mëdha dhe më të rëndësishme për besimtarët musliman. Kjo festë rrjedh në tregimet më të fuqishme të traditës islame, gatishmërisë e profetit Ibrahim për të flijuar birin e tij Ismailin, si shenjë bindjeje dhe devocionit të plot ndaj urdhrit të Zotit. Emërtimi Kurban Bajram në shqip vjen nga turqishtja Kurban Bayram, që përkthehet festa e flijimit. Kjo ditë ka një kuptim të thellë shpirtëror dhe shoqëror. Përveç aspektit fetar të adhurimit ndaj Zotit, Kurban Bajrami është një ditë e paqes, e faljes dhe bashkimit mes njerëzve. Sakrifikimi i kurbanit simbolizon përkushtimin ndaj Zotit, por gjithashtu ka edhe një dimension human dhe solidar, pasi mishi i kurbanit ndahet me të afërmit, fqinj dhe më të varfrit, duke nxitur ndihmën dhe dashamirësinë në komunitet. Me rastin e kësaj dite të shenjtë, imami i xhamisë së fshatit Babunj të Bashkisë Divjak, Sokol Krasniqi, shprehu urimet e tij. Ai theksoi rëndësinë e shpirtit të bashkimit, të devocionit dhe të ndihmës ndaj atyre që kanë më shumë nevojë, duke uruar që kjo festë të sjellë mirësi, paqe dhe begati në çdo familje. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet janë për Zotin, krijuesin e botëve, paqja dhe bekimi qofshin mbi profetin Muhammed alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ato të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të gjykimit. Dita ose namazi i Kurban Bajramit është namazi i cili i bashkon besimtarët në një ritual i cili quhet kurbani, dhe kurbani do të thotë flijim ose sakrificë. Kjo daton domethënë që në kohën e profetit Ibrahim, i cili na la si gjurëm që neve të bëjmë kurban pikërisht ato që Zoti urdhëroi në Kur'an, duke na thënë që inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wa anhar. Pra bë kurban për Zotin tënd dhe falu. Kjo është festë e sakrificës e cila nuk ndahet vetëm me familjen, por ajo shtrihet më gjerë në shoqërinë, në nevojtarët, po ashtu edhe tek varfrit. Dhe ideja ose si thosh mesazhi i kësaj feste të kurbanit është pikërisht që duhet të festojmë gjithë. Të feston familja, e cila është baza e shoqërisë, pra të mlidhi njëri me tjetrin, të festojmë së bashku, po ashtu edhe njerëzit të cilët janë në nevojë që duhet i shikojmë ato edhe të hedhim syt tek ato, sepse janë edhe ato pjesë e shoqërisë, po ashtu edhe njerëzit e varfër, të cilët nuk kanë mundësi. Prandaj kjo festë i bashkon të gjithë njerëzit për t'u afruar më shumë me Zotin, por për të qenë edhe njëri me tjetrin më human dhe më të bashkuar në këtë festë kaq të madhe siç është festa e Kurban Bajramit. Që i rastin t'i uroj të gjithë besimtarët musliman në të gjithë bashkinë e Divjakës dhe fshatrave përreth, por në veçanti edhe besimtarët e xhamisë Babunj, gëzuar Kurban Bajramin. Zoti i pranoft sakrificat tuaja, punët tuaja dhe sjellët kjo festë paqe, bekim dhe mirësi tek ju dhe familjet e juaja. Edhe një herë gëzuar Kurban Bajramin.